krisje ne kemi pasur asnjë lloj krisje për sa i përket retorikës, mënyrës si ashtu, sepse do të kuptojmë diçka. Mua zoti Meta nuk e kam njohur kurrë në jetën time. Nuk e kam parë as në distancë ndonjëherë, nuk jam shkëmbyer ndonjëherë as kaq sa jemi bashkë. Dhe zoti Meta mua më ka marrë dhe më ka kontaktuar si avokat për shkak të qëndrimeve të mia publike ndaj tij, pra në mbrojtje të procedurave të ndjekura dhe burgimit të padrejt, para burgimit të padrejt, arrestimit mbi të gjitha të padrejt, ndaj tij. Dhe kjo ka qenë arsyeja që zoti Meta më ka marrë. Më ka marrë sepse unë isha një personazh publik dhe po mbroja presidentin. Ju si avokat keni folur her pas here me emra, keni etiketuar, keni edhe intimiduar se keni kaluar pak edhe në të studio nga mënyra se si për shumë keni folur për ata që rëmbyen Ilir Metën, si shtoni ju, për prokurorin. Në fund e keni zbut pak. Të muajt e fundit dhe mua më kështë për përshtypje që e keni zbut pak gjuhën ndaj Spakut, për keni qenë shumë jashtë. Sepse jemi në momente procedurale krejt të ndryshme. Në moment në një moment jo absolutisht. Jo, shiko, unë me prokurorët jam zënë në kuptimin ose kemi ngritur tonet edhe gjatë seancave gjyqësore, po kjo nuk e thotë që unë jam marrë mik me prokurorët. Ndryshon momenti procedural. Në momentet që zoti Meta ka qenë në hetim dhe çështja nuk ishte shkuar në gjykat, padyshim që unë kam pasur qendrimet e mia ndaj prokurorëve, sepse mendoja që ata po bënin një luftë politike ndaj zotit Meta. Në momentin që dosja nuk ishte më në prokurori, kaloj në gjykat, unë s'kisha më punë me prokurorët që të mesha me prokurorët. Pra, fazat procedurale kanë qenë të tilla që unë jam marrë edhe me gjyqtarët vodeshët. Ty të gjykatës së apelit të zonjës Saida Dollani dhe vazhdoj të qëndroj që ajo është një gjyqtare çmendur, ka nevojë për vizitë psikike. Dhe këtë vazhdoj ta them. Jo se hoqa unë dorën nga zoti Meta dhe unë tani do filloj të glorifikoj gjykatësit. Absolutisht jo, qëndrimi im është ky sepse është qëndrim i krijuar nga çështjet. Zyrtarisht, ke folur Monika Kuremallin, do të mbrosh atë? Do mbrosh zonjën fjalë? Ma thuaj sinqerisht. Shiko, italian ka një shprehje, mai dire mai. Kur mos thoj kur. Problemi i qëndron që zonja Kryemadhi është, thash edhe një herë, është në një fazë ku do bëj prapësimet e saj në datën 9. Me sa kam në dieni i ka bërë gati, unë jam në dieni të gjithë çfarë ajo po bën. E ke asistuar gjatë kësaj kohe? Nuk është puna e asistencës, puna është e një mendimi juridik, nuk është se ajo i bën vetë, ka dhe avokatët e saj,